Pas shpalljes së Rogertit si finalisti i 4 në Big Brother VIP Albania 5, rrjeti është ndezur nga një tjetër detaj që po qarkullon me shpejtësi. Menjëherë pas këtij momenti, Rogerti është parë duke hapur një pjetet së dy, duke i bërë edhe një lloj promovimi publik, madje duke përmendur edhe kusho. Ky veprim ka ngritur pikpyetje të shumta tek ndjekësit. Pas shpalljes së Rogertit si finalisti i 4 në Big Brother VIP Albania 5, rrjeti është ndezur nga një tjetër detaj që po qarkullon me shpejtësi. Menjëherë pas këtij momenti, Rogerti është parë duke hapur një pjetet së dy, duke i bërë edhe një lloj promovimi publik, madje duke përmendur edhe kusho. Ky veprim ka ngritur pikpyetje të shumta tek ndjekësit. Rogerti duke falendëruar sponsorin? Në rrjet kanë nisur aludimet. A ka mbështetje direkte nga brandi? A është kjo një rastësi apo diçka më shumë? Ajo që po bën më shumë zhurmë është pretendimi se 8-2 mund të ketë ndikuar me rreth 50.000 vota për ta çuar Rogertin në finale. Megjithatë, deri tani, nuk ka asnjë konfirmim zyrtar, gjithçka mbetet në nivel thashethemesh dhe dyshimesh online. Fansat janë të ndarë, disa besojnë se ka diçka pas kësaj, ndërsa të tjerë e shohin si një rastësi të egzageruar nga rrjeti. Një gjë është e sigurt, finalja po afrohet dhe debatet vetëm sa po shtohen. Brikena nuk arriti të sigurojë një vend në finale të Big Brother VIP Albania, duke u eliminuar në një nga netët më të rëndësishme të sezonit. Pas daljes nga shtëpia, ajo mbërriti në studio ku u transmetua rrugëtimi i saj në BBV, një moment i ngarkuar me emocione që përmblodhi gjithë eksperiencën e saj në lojë. Megjithatë, ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen e ndjekësve nuk ishte vetëm videoja, por një moment i papritur menjëherë pas saj. Teksa Brikena po shkonte për të ulur, ajo u kthye papritur dhe përqafoi moderatorin Ledion Liço, duke krijuar një situatë që nuk kaloi pa u vënë re. Në rrjet, shumë komentues vunë re reagimin e Ledionit, i cili u duki turpshëm dhe i sikletosur në atë moment. Ky detaj ka rikthyer edhe një herë në vëmendje aludimet e mëparshme për një pëlqim të mundshëm nga ana e tij ndaj Brikenës. Megjithatë, vetëm 2 prime më parë, Ledioni i kishte hedhur poshtë këto zëra, duke i quajtur të pabaza. Pavarësisht kësaj, momenti në studio ka ndezur diskutime të shumta, duke e kthyer në një nga episodet më të komentuara pas eliminimit të së. Big Brother VIP Albania 5 po i afrohet momentit më të madh, finales së madhe, dhe emocionet janë më të forta se kurrë. Pas një rrugë të gjatë plot debate, surpriza, misi dhe strategji, 4 finalistët Rogerti, Selina, Mateo dhe Miri kanë arritur deri këtu dhe tani janë vetëm një hap larg fitores së madhe. Gjatë gjithë këtij edicioni kemi parë dinamika të forta mes banorëve. Rogerti ka qenë një nga personazhet më të komentuar, shpesh në qendër të debateve dhe situatave të tensionuara, duke treguar një karakter të fortë dhe pa kompromis. Selina, nga ana tjetër, ka luajtur një lojë më të zgjuar dhe të qetë, duke ditur kur të flasë dhe kur të tërhiqet, gjë që e ka mbajtur gjithmonë në garë si një pretendente serioze për fitore. Mateo ka sjellë energji, sinqeritet dhe shumë momente direkte, duke u përballur hapur me banorët e tjerë dhe duke krijuar një profil të fortë në sytë e publikut. Ndërsa Miri ka ndërtuar një rrugëtim më të qetë, por shumë të qëndrueshëm, duke fituar simpatinë e publikut me sjelljen e tij të matur dhe të respektueshme. Tani gjithçka varet nga publiku. Kush prej tyre ka bërë lojën më të fortë? Kush ka qenë më i sinqert? Kush ka përballuar më mirë presionin dhe sfidat e kësaj shtëpie? Dhe mbi të gjitha, kush e meriton të shpallet fituesi i Big Brother VIP Albania 5? Gara është shumë e ngushtë dhe çdo votë ka rëndësi. Çdo fans po mbështet të preferuarin e tij dhe finalja pritet të jetë një nga më emocionuese deri tani. Mos harroni që shpeshherë surprizat ndodhin në momentin e fundit. Na tregoni mendimin tuaj në komente kush mendoni se do të fitojë, Rogerti, Selina, Mateo apo Miri. Bëni like, follow dhe na ndiqni për më shumë lajme, analiza, sondazhe dhe çdo të re nga finalja e madhe e Big Brother VIP Albania 5. Brikena kishte kaluar një ditë të gjatë dhe të lodhshme, me mendjen e mbushur plot me shqetësime dhe zemrën që i rrite më shpejt se zakonisht. Rrugës për në shtëpi, ajo përpiqej të qetësonte veten, duke menduar se gjithçka do të kalonte, se ndoshta ishte thjesht një fazë e vështirë. Por sa po hapi derën, e ndjeu menjëherë tensionin që mbushte ajrin. Daja po e priste. Nuk ishte një pritje e zakonshme, as e ngrohtë. Ishte një pritje e rëndë, me sy që flisnin më shumë se fjalët.
Pa kaluar shumë sekonda, filloi përplasja. Fjalët dolën të forta, të drejtë për drejta, pa filtra. E kam thënë dhe do ta them prap, I tha ai me një ton të prerë, ai djalë nuk është për ty, nuk është në nivelin tënd. Brikena u përpoq të fliste, të shpjegonte, por Daja nuk ndalonte. Ai vazhdoi duke I kujtuar se sa shumë vlen, sa potencial ka, sa lart mund të arrijë. Ti je një yll, I tha, dhe nuk mund të lejoj që të zbehesh për dikë që nuk të meriton. Fjalët e tij ishin të forta, ndoshta edhe të dhimbshme, por brenda tyre kishte një lloj dashurie të ashpër, një dëshirë për ta mbrojtur. Ai përmendi edhe Mateon, duke e bërë situatën edhe më të rëndë. Të la pa finale, tha ai, dhe kjo duhet të hapë sy. Brikena ndjeu një përzierje emocionesh, zemërim, trishtim, konfuzion. Nga njëra anë, ndjente se askush nuk kishte të drejtë të vendoste për jetën e saj. Nga ana tjetër, fjalët e Dajes prekën një pjesë të saj që e dinte se ndoshta kishte diçka të vërtet aty. Ajo qëndroi në heshtje për disa çaste, duke parë poshtë, duke u përpjekur të mbledhë veten. Në mendjen e saj kalonin kujtime, ndjenja, pyetje pa përgjigje. A ishte vërtet ajo në një rrugë që nuk e meritonte? Apo thjesht po luftonte për diçka që të tjerët nuk e kuptonin? Në fund, ajo ngriti kokën. Nuk kishte një përgjigje të menjëhershme, as një vendim të prerë. Por brenda saj, diçka kishte ndryshuar. Jo sepse dikush I tha çfarë të bënte, por sepse filloi të reflektoj më thellë për veten e saj, për vlerën që kishte dhe për atë që meritonte vërtet. Mbase ajo ishte vërtet një yll. Dhe yjet, sado që erësohen për një moment, gjithmonë gjejnë mënyrën për të ndriçuar përsëri. Situata në Big Brother VIP Albania ka hyrë në një fazë shumë të nxehtë dhe dramatike, sidomos pas primejit të fundit ku u vendos fati mes Rogerti dhe Brikena. Ky moment ishte vendimtar, pasi të dy ishin përballë njëri tjetrit për të siguruar një vend në garën drejt finales së madhe, një fazë ku çdo lëvizje dhe çdo fjalë ka peshë shumë më të madhe se më parë. Në fund ishte Rogerti ai që arriti të fitojë përkrahjen e publikut dhe të rikthehet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Por, ndryshe nga rikthimet e zakonshme që shpesh shoqërohen me emocione apo përqafime, hyrja e tij ishte krejtësisht ndryshe. Ai hyri me energji të fortë, duke bërtitur dhe duke sfiduar menjëherë atmosferën që ishte krijuar mes finalistëve. Që në momentet e para, ai nisi përplasje verbale me 3 banorët që tashmë konsiderohen finalist, Selin, Mateo dhe Miri. Kjo sjellje tregoi qartë se ai nuk kishte ndërmend të hynte në mënyrë të qetë apo diplomatike, por përkundrazi, synonte të trondiste ekuilibrat e krijuar në shtëpi. Në këtë fazë të lojës, ku zakonisht banorët përpiqen të ruajnë imazhin dhe të shmangin konfliktet e forta për të mos humbur mbështetjen e publikut, strategjia e Rogerit duket të jetë e kundërta, përballje direkte dhe pa filtra. Edhe dita pas rikthimit nuk ka qenë më e qetë. Rogerti e ka nisur mëngjesin sërish me debate të forta, duke u përfshirë në diskutime me pothuajse të gjithë banorët. Ajo që ka rënë më shumë në sy është përplasja e tij me Miri, një person me të cilin ai më parë kishte deklaruar se kishte marrëdhënie të mira, madje e konsideronte sholl. Debati mes tyre mori një kthes shumë personale në një moment të caktuar, kur Rogerti I drejtoi një pyetje shumë të drejtë për drejtë dhe delikate, nëse ai kishte tradhtuar bashkëshortën e tij. Kjo pyetje u konsiderua nga shumë si një goditje në mbres, sidomos duke qenë se çështje të tilla personale zakonisht shmangen ose trajtohen me kujdes në publik. Përgjigjja e Mirit ishte e shkurtër dhe e prerë, jo, pa u futur në sqarime të gjata, por tensioni I krijuar nga ky moment ishte I dukshëm. Kjo situatë tregon se marrëdhëniet brenda shtëpisë janë duke u përkeqësuar dhe se besimet e krijuara më herët po thyen. Në këtë pikë të lojës, ku finalistët janë shumë pranë finales së madhe, çdo debat I tillë mund të ndikojë drejt për drejt në mënyrën se si publiku I percepton banorët. Disa mund ta shohin Rogerin si një lojtar të fortë që nuk ka frikë të thotë të vërtetën dhe të përballet, ndërsa të tjerë mund ta konsiderojnë sjelljen e tij si agresive ose të panevojshme. Nga ana tjetër, reagimet e Selin dhe Mateo ndaj situatës janë gjithashtu të rëndësishme, pasi mënyra se si ata menaxhojnë këto përplasje mund të ndikojnë në imazhin e tyre si finalist. Nëse ata arrijnë të ruajnë qetësinë dhe të tregohen të matur, kjo mund të shihet pozitivisht nga publiku. Por nëse përfshihen në konflikte të ashpra, rrezikojnë të humbasin mbështetje. Në përfundim, rikthimi I Rogerit ka ndryshuar ndjeshëm dinamikën e lojës në Big Brother VIP Albania. Ai ka sjell tension, përplasje dhe një energji të re që mund të ndikojë fort në rrjedhën e finales.
Tani mbetet për t'u parë nëse kjo strategji do ta ndihmojë të fitojë zemrat e publikut apo do të kthehet kundër tij në momentin më vendimtar të garës. Pas përfundimit të primejit të fundit me Big Brother VIP Albania, reagimi i Brikena ka qenë një nga momentet më të komentuara jashtë shtëpisë, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe ndjekësve të formatit. E eliminuar në një përballje të fortë me Rogerti, Brikena nuk e ka pritur mirë rezultatin dhe nuk ka hezituar të shprehë hapur shkënjimin e saj. Në reagimin e bërë pas mbylljes së spektaklit, ajo është shprehur me tone të forta dhe të drejtpërdrejta, duke lënë të kuptohet se ndjehet e padrejtësuar nga mënyra se si është trajtuar gjatë rrugëtimit të saj në këtë reality show. Unë isha një nga finalistet, është shprehur ajo, duke nënvizuar bindjen e saj se e meritonte një vend në finalen e madhe. Sipas Brikenës, loja e saj, qëndrueshmëria dhe mënyra se si ka përballuar situatat brenda shtëpisë e vendosnin atë në të njëjtin nivel me banorët që aktualisht janë në garë për çmimin e madh. Por ajo që ka bërë më shumë bujë është deklarata e saj se produksioni dhe opinionistët nuk më deshen. Kjo frazë ka hapur menjëherë diskutime të shumta në rrjetet sociale, ku fansat janë ndarë në dy kampe, disa e mbështesin, duke pretenduar se në raste të caktuara mund të ketë pasur ndikim nga jashtë në narrativën e lojës, ndërsa të tjerë mendojnë se rezultati është thjesht pasojë e votës së publikut. Ky reagim i fortë hedh dritë mbi një aspekt shumë të ndjeshëm të formateve si Big Brother VIP Albania, perceptimin e drejtësisë. Edhe pse zyrtarisht fati i banorëve përcaktohet nga votat e publikut, shpeshherë mënyra se si paraqiten ata në prime, komentet e opinionistëve dhe dinamika që krijohet gjatë spektaklit mund të ndikojnë në mënyrën se si publiku i sheh dhe i gjykon. Brikena, gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, ka qenë një personazh që ka ngjallur reagime të ndryshme, herë fortë dhe e drejtpërdrejtë në qëndrime, herë e përfshirë në debate, por gjithmonë prezente në zhvillimet kryesore të lojës. Pikërisht për këtë arsye, eliminimi i saj në këtë fazë është parë nga disa si i papritur. Deklarata e saj lë të kuptohet gjithashtu një ndjesë i izolimi brenda spektaklit, sikur nuk ka pasur mbështetjen e duhur nga faktorët që ndikojnë në rrjedhën e programit. Kjo e bën reagimin e saj jo vetëm emocional, por edhe një lloj akuze të tërthortë ndaj mënyrës se si është menaxhuar rrugëtimi i saj në këtë eksperiencë. Ndërkohë, nga ana tjetër, rikthimi i Rogerti në shtëpi dhe përplasjet e tij të menjëhershme me finalistët kanë zhvendosur një pjesë të vëmendjes, por reagimi i Brikenës vazhdon të mbetet një temë e nxehtë diskutimi. Shumë ndjekës janë në pritje nëse ajo do të japë më shumë detaje apo do të sqarojë më tej deklaratat e saj në intervista apo dalje publike. Në fund, kjo situatë tregon edhe një herë se sa i fortë është ndikimi emocional i këtij formati tek banorët. Për shumë prej tyre, Big Brother VIP Albania nuk është vetëm një lojë, por një eksperiencë që i ekspozon publikisht, i vendos në gjykim të vazhdueshëm dhe shpeshherë i përball me shkënjime të mëdha. Reagimi i Brikenës është një reflektim i drejtpërdrejtë i këtij presioni dhe i pritshmërive të larta që ajo kishte për rrugëtimin e saj deri në finale. Mbrëmjen e dieshme në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP 5, u vendosën 3 kuti emergjence. Brenda secilës kuti fshihet një benefit ose sfidë. Njërën prej tyre le ka thyer Rogerti sapo u zgjua mëngjesin e kësaj të diele. Madje edhe 3 finalistët e tjerë i ka zgjuar me zhurmë, duke u thënë: "Hajdeni peshqit e mi, hajdeni të peshkaqeni. Keni ardhur për gjumë, jo për të luajtur lojën. Hajdeni se s'kam la dhëmbët e as fytyrën, duke në keq para publikut. Njëri nga ju do të dalë i dyti, i treti, i katërti." E trisht ndëron jetë aktori i njohur për rolet në Batman dhe person of interest, më pas ai u drejtua vetëm Mirit, i cili nuk shkoi menjëherë në Livin ku do të lexonte Rogerti Zarfin. "Hajde lojtari më i dobët, ke me ngel i katërt. Hajde Miri, hajde shpejt." Miriu më fals. Sipas Rogertit, në Zarf ishte e shkruar që të thoshte nga 5 komplimenta secilit prej banorëve. Ai e nisi me Mirin duke i thënë se është dhe gentleman, është veshur me të zeza, ka këpucë shumë të bukura, flet bukur tiransen. Teksa ai po bënte këto komplimente, Mateo nuk e besoi dhe u largua nga aty. Më pas, Rogerti nisi të bënte komplimentet për Selin, e cila gjithashtu nuk e besoi se në Zarf ka të shkruar atë që tha ai. Selina i afrohet me një buzëqeshje përçmuese, duke e parë drejt në sy, po qaj e kështu o njeri as burr nuk të them doll. Rregullon brejkët para meje sikur s'ke pik turpi. Unë dua të iti sa më parë nga këtu, të shoh meshkujt e vërtet të shtëpisë time, jo si ti që ri këtu e bën si i fortë.
Rogerti shtrëngon nofullën, sytë i erësohen dhe i afrohet një hap më pranë, ku do ikësh ti, ha? Kujt i bën si e madhe? Ti se di ku je futur. Unë të çoj në burg për një sekond, e mbaron aty. S'ke shans as emrin tim me e përmend, jo më të më flasësh kështu. Selina nuk tërhiqet, përkundrazi qesh leth me ironi. Burg? Ti? Ti mezi mban veten në këmbë, e më flet për burg mua? Mos më bëj të qesh. Ti s'ke as pesh, as fjalë. Vetëm lath e bosh. Rogerti ngrim për një moment, pastaj shpërthen. Mos e kalofsh vijen, se s'do të pëlqej fare. Dhe një gjë ta them qartë, ti ke shamalsorët. E di çfarë do të thot kjo? Ke prek diçka që nuk falet lehtë. Selina e shikon drejt, pa frikë, unë them çfarë dua. Nuk më tremb as ti, as kushto tjetër. Respekti fitohet, nuk merret me kërcënime siç po bën ti. Rogerti afrohet edhe më shumë, zëri i bie por bëhet më i rënd, ti se një akoma mirë këtë lojë. Këtu nuk fiton ai që bërtet më shumë, por ai që di të godas kur duhet. Dhe unë nuk harroj. Selina kryqëzon krahët e patundur, atëherë mbaje mend mirë edhe këtë, unë nuk përkulem. As para teje, as para askujt. Dhe sa më shumë përpiqesh të më friksosh, aq më shumë më bin që je thjesht një njeri i dobët që fshihet pas fjalëve të mëdha. Heshtja bie për një çast mes tyre, e rëndë dhe e mbushur me tension, sikur çdo fjalë tjetër mund të ndezë diçka më të madhe. Shumë njerëz e ndjejnë këtë gjë kur shohin Big Brother, që produksioni duket sikur po shtyn përpara njeriu e gabuar. Por realiteti është pak më kompleks se sa duket nga jashtë. Së pari, duhet kuptuar që Big Brother nuk është thjesht një garë, por edhe një produkt televiziv. Qëllimi kryesor i produksionit është të mbajë publikun të angazhuar, të krijojë debat dhe të rrisë shikueshmërinë. Shpesh, personazhet që shkaktojnë më shumë polemika, konflikte apo emocione të forta janë ata që marrin më shumë vëmendje, edhe nëse publiku nuk i pëlqen. Një arsye pse duket sikur mbështetet njeriu i gabuar është montazhi, editing. Publiku sheh vetëm një pjesë të asaj që ndodh brenda shtëpisë. Nëse një banor paraqitet më shpesh në prime, me histori më dramatike apo me skena më të forta, ai automatikisht bëhet më i dukshëm dhe ndikon në perceptimin e njerëzve. Kjo nuk do të thotë gjithmonë që ai po favorizohet drejt për drejt, por që historia e tij po përdoret për spektakël. Një tjetër faktor është strategjia e votimit. Edhe pse duket sikur gjithçka kontrollohet nga produksioni, në shumë raste fituesi përcaktohet nga publiku. Problemi është që publiku nuk voton gjithmonë më të mirin në kuptimin moral, por shpesh voton personin më interesant, personin që krijon më shumë dramë ose edhe nga inati kundër dikujt tjetër, pra ndonjëherë fiton ai që është më i fortë televizivisht, jo domosdoshmërisht më i drejtë si karakter. Ka edhe një aspekt tjetër, narrativa. Çdo sezon ka një histori që ndërtohet, një hero, një kundërshtar, një viktim, etj. Nëse produksioni sheh që një banor i caktuar i shërben më mirë kësaj narrative, ai mund të marrë më shumë hapësirë, më shumë fokus dhe kjo krijon përshtypjen e favorizimin. Në fund, ndjesia që po mbështetet njeriu i gabuar vjen shpesh nga përplasja mes asaj që publiku individual mendon se është e drejtë dhe asaj që televizioni e sheh si argëtuese dhe fitimpruese, dhe kjo është thelbi. Big Brother nuk është një garë drejtësie, por një kombinim i lojës sociale, perceptimit publik dhe interesit televiziv. Nëse do, mund të analizojmë edhe konkretisht një banor që ke në mendje dhe pse duket sikur po favorizohet.